Për shembull Aisha radhiyallahu anha, e cila kur ka vdekur pejgamberi sa dhe kjo është vallahi hadith që kisha pas dëshirë të gjitha gratë, motrat muslimane ama me meditu për një me thellë për këtë hadith atë. Edhe burrat me meditu shumë thellë për këtë hadith. Për këtë ngjarje, kjo është hadith ngjarje të Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha ka hyrë shlir në dhomën e saj, nga se është forros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku në dhomën e saj, ka hyrë shlir pa shami ka hyrë në dhomën ku është një idekun. Apo pejgamberi i vdekun është, ai ka pa Aisha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo. Si vdekun është. Kur është forros Abu Bekri ka hyrë gjithashtu pa shami, se baba i saj atë. Subhanallah. Kur vorros Omeri, kur e pambuluar s'ka himu në dhomë. Apo, po i dek të këta që ako gole. A i dek po është një regull të, është një kultur të, është një edep këtu. Apo, thot vallaj nga turpi për Omerit, gjithë mund kam një mbuluar. Subhanallah. Aja që tutët, mos me pas dekte, që ka ta mërmena për gjallë, mos anë e kjo është kujdesi, ku ke vendos kufit t'i Allah. Ku e ke vendos kufin e kujdesit, ku? Parmena Aisha nona e besimtarëve. Çfarë mbulesë ka pasur? Shtëpi. Wallahi sot çu dalën për rrugë. Mos po flas për ato. Apo edhe për mota muslimane. Sot edhe kam vendosur mbulesën. Le të themi mbulesë me drejtë që përket me imanin ton, që përket me kuptimet e fesë ton. Jo mbulesa vallahi sot. Subhanallah, fatkeqësisht po them Allahu e los që ma falë që se gaboj. Por ma mirë mos me vendosë heqë vëllaj se që është me dole. Që kur e vendosë, e din që i ka kënë obligim, mirë jam. Apo, a nuk ka mirë, heqë nuk ka mirë. A kur se vendosë, e din gjithmonë që i ka keqë, Allahu më falë, besë pa kjo keqardhje, nështë ta ma shumë ngritë të ka Allahu Gjellewala, se vetë pëlqimi me ato që i ka vendosë. Andaj, të kemi frikë Allahu Gjellewala, që po dukur, që po delë Allah, që po qëshje, sjelljen e për rrugë. Ka njeri shumë vëlla musliman, me motë musliman, jenë feju për dore, të shetë, së është kje debë, a është haram moqë, po flasë për haramën e Allah, apo, a është imazh i mirë, apo, që qysh gjahilat cilën e për rrugë, kjo është të muslimani mosilë, është fare debi Allah, është një farë regulli, apo, është një karakter që muslimani zbjen në të, është një imazh që duhet me përcjell, apo, ose dora nëse, ose kumpane për profile fatkeqësisht në Facebook, do me prezentu lumturinë bashkërtore, apo edhe një musliman duke përqafu muslimanin në mbulu, apo kjo marrë kjo kështu, kjo haram është me bo, apo së prezentojmë i marrë mirë kështu, pse? Se një suret ku matuti atje ndryshat e ndalë, ju kalzojmë që na di me bo kështu, apëta. Po si mi kalzojmë di kërkujt që di me bo kështu, Allah, dhe nuk kjo garë, që na duhet më shtu me dikën, a dim, as dim. Kjo është kulturë, është edeb, është moral, është sjellje, është nder. Andaj mbulesa nuk është zbulim i stolive, nuk është prezantim i bukurive, nuk është garë për modë, por është mbulesë që tregon moralin e kësaj, tregon përcaktimin e kësaj gruaje. Ku është kjo, ku janë tjerat ato? Ka i ka kejt me dikun tjetër, edhe pamja saj ka thënë që kjo si ka rënë miro kësaj u ato. Prandaj me pas pa kujdes. Edhe vëlla musliman që ashtu ato. Me kom pak ma në sjellje e kështu me radhë, edhe kur del në për rrugë, është një farë shije që duhet me e pas, në çdo aspekt. I kujdes, qysh po ulesh, qysh po sillesh, qysh po kërkon diçka, qysh po vepron diçka, pse po them, kjo vallahi të bën me kon i kujdesshëm tani shumë të punë tjera, më ngrit tek Allahu xhalla xhelalu. Këto cikrim aty duken ato mirë, po këto fillojnë me instalu alarmim larg boshtit apo. E boshti pastaj gjithmonë është i siguruar.